Rudina, faleminderit shumë që ke pranu me qenë me ne. Në isi një, i falenderoj për ftesën. Unë ishte një postim për humor, ashtu sikur se unë bëj shpesh në mediat e mia sociale, Facebook, Instagram, TikTok, pra unë kam disa ndjekës të mit, shfaqen si psikologe, pra mundohem të bëj psikoedukimin për punën time, përsa i përket punës që unë bëj, dhe her pas here bëj dhe postime post që të përmbajnë humor. Një ndër në kontekst ishte edhe ky postim, në kuadër për të ironizuar ato çiftet që bëjnë publike dashuritë e tyre, në mendimin tim pjesa e intimitetit duhet mbetet privacy personale, duke qenë se po bënin shumë përshtypje postime dalje të çifteve në ekran ku deklarohen dashuritë e tyre, unë në formë ironie sarkastike bëj këtë postimin me George Cloonin, ku bëhen fotomontazhe me George Cloonin, aktorin e famshëm hollywoodian, dhe me komentin e bëm dhe ne publike dashurinë tonë. Pra, që pjesa e komentit unë të themi mendoj se i dhash ato elementet që ishte diçka ironike, sarkastike, për humor të qeshur. Por që në fakt çuditërisht u postua për humor, për rezultojë në një eksperiment social, sepse mbi 80% atyre që e panë e perceptuan si të vërtet, duke më dhënë urime për lidhjen, përfshirë këtu edhe pjesë familjar, farefis, njerëz që më njihnin, dhe fillova të habitesha dhe të çuditesha, pse po ndodh ky fenomen. Kryesisht në Facebook ndodhi kjo gjë, sepse në LinkedIn ndjekësit të treguan pak më kritik edhe 1% e vogël e besoi. Në Instagram 50-50, 50-50, dhe në TikTok më pak, por në Facebook përditërisht ku audienca është relativisht moshave të mëdha, por rezultoi që kanë një mendim kritik më të ulët. Aty ndodhi fenomeni që krijoi viralitetin, krijoi dhe këtë eksperimentin psikosocial të papritur që u prodhua nga ky postim. Por që dha dhe mesazhe shumë interesante se dhe ku si duhet jemi të kujdesshëm ndaj postimeve, ndaj gjithçkaje që shohim, apo gjithçka që na shitet sot në mediat sociale, sepse vlera, jetojmë në kohën e inteligjencës artificiale, ku imazhet dhe informacioni manipulohen dhe mund të luhen në të gjitha llojet e formave. Kur një postim i tillë rezultoi i tillë, i besueshëm, o perceptuar si i besueshëm. Imagjinoa në rast se kjo do përdoren me qëllime të caktuara për të shitur produkte apo për të dezinformuar, kjo është dhe rreziku i madh ku pjesa e mashtrimit apo e manipulimit është shumë më e lartë, e cila kushton në xhepat e konsumatorit, por edhe në pjesën e cilësinë e jetës së individit. Unë në pjesën e përgënjeshtrimit e bëra që të nesërmen, postimi ka ndodhur, të themi, ndodhi direkt 24 orë mbas postimit, ose më pak se 24 orë. Unë me njëherë të nesërmen, duke qenë se u bë virale, bëra përgënjeshtrimin, e bëra në televizion. Megjithatë nuk arrinin ta besonin, sepse çfarë ndodhi? Duhet të shpjegojmë për shikuesin edhe se çfarë ndodhi dhe pse u besua ky postim. Edhe nga familjarët dhe nga njerëzit dhe nga kolegët e punës, flasim kolegët e punës me nivel intelektual të lartë, që janë profesorë, janë me grada të ndryshme shkencore. Pra nuk ishte vetëm populata e thjeshtë apo njerëz që nuk njihnin që nuk e hëngër, e besuan dhe persona shumë të afërt edhe me nivel intelektual të lartë. Themi këtu kanë hyrë në lojë efekte psikologjike, social-psikologjike të zbuluara nga studiuesit ndër vitet. Efekti i besueshmërisë, sepse u postua nga unë, publiku mua më percepton si një person të besueshëm. Unë vazhdimisht postoj shkrime psikoedukuese, postime që lidhen me shëndetin psikologjik të individit, tipse, pra themi kanë perceptuar për mua një imazh të besueshëm. Okej. Ka bërë që të mos i fusin mendjen në analizë, pra duke e përkthyer menjëherë atë që unë kam postuar, duke mos e vënë në dyshim, edhe duke mos marrë në konsiderat elementin e humorit. Më kupton? Po, e shumë e vërtetë, shumë e qartë. Një efekt tjetër që ka ndodhur është efekti i emocionalitetit. Njerëzit kanë parë
imazhe të bukura. Njerëzit pëlqejnë të bukurën, njerëzit pëlqejnë edhe lidhjet e dashurisë, gjërat e bukura, pra ato që krijojnë gjendje emocionale pozitive tek ata. Dhe kjo ka ndikuar dhe kur ndikon kjo pjesë që zgjohet pjesa emocionale e jona, pjesa kognitive e arsyetimit fillon dhe zbehet e këtu ka pasur humbje dhe të analizës dhe për shkak të ndërhyrjes së këtij fenomeni dhe për faktin që fotot ishin realizuar shumë mirë, ishin realizuar Aha, nga AI. Po, perfekte. Sa njerëzit nuk shikonin që ishte George Clooney, por shikonin që ishte një mashkull shumë të bukur, i cili qëndronte shumë bukur në krahun tim dhe që shkonin shumë madje, sipas tyre, duke na uruar dashuri të përjetshme. Pra këto elemente kanë ndikuar, vetëm dy persona kanë arritur të identifikojnë që në tavolinë kur ne veprim një gotë verë, është dhe një gotë e tretë ku duhet bëj të mendosh që është një fotomontazh. Por vetëm dy persona nga qindra mira persona që e panë dhe që reaguan, vetëm dy persona arritën të shikonin këtë element. Pra, të gjitha këto element që përmenda kanë ndikuar që të perceptohet si e besueshme. Ky postim. Jo, ndjekësit më të mëdhenj dhe ndërveprimet më të mëdha i kam në Facebook. Por thjesht audienca që më ndjek mua, më ka përtukur pa më analizuar në ato postim. E ka marrë si diçka reale, ka perceptuar si diçka reale, duke më parë si një figurë të besueshme, duke qenë se unë realisht në punën time për gjatë gjithë vitit postoj gjëra të vlefshme që u vlen në tyre për mirëqenien e tyre psikologjike. Më kupton? Nuk kanë arritur të identifikojnë se zakonisht kur bëhen batuta apo postime humori, janë shumë të dukshme, kur bëhen me kafshë, me qenë, apo kur bëhen dhe montazhet, ato janë të dukshme sepse janë të bëra jo mirë. Por fakti që ishin të bëra shumë mirë, nuk kanë treguar shumë të vëmendshëm dhe e kanë ngjitur direkte. Por ajo që doja të sila në vëmendje Vlera është që se çfarë sinjalizoi ky eksperiment social, psikosocial. Sinjalizoi elemente shumë të rëndësishme se sa e rëndësishme është edukimi kritik, të paturit e një mendimi kritik kundrejt gjërave që shohen në mediat sociale, kundrejt produkteve që blejmë përmes mediave sociale për të mos u dezinformuar Vlera dhe për të mos u mashtruar. Sepse, si të thash, kur rezultoi kaq e lehtë një informacion, një post i cili bëhet për qëllime humori, edhe perceptohet si vërtet, imagjinohet se çfarë mund të ndodhi në rast se individ për interesat caktuara për të shitur një produkt apo për qëllime politike për të dezinformuar, krijojnë montazhe të caktuara dhe me foto, video, sepse këto ishin elementet që janë elementet që e bën publikun që të ndërveprojë apo që të blejë apo që të përtypi një informacion dhe ta përveçojë një informacion apo një ideologji. Këtu është problemi. Pra se sa e rëndësishme është më domosdoshme se kur në epokën digjitale që jetojmë, ku inteligjenca artificiale do jetë ardhmja shumë e shpejtë, individët të tregohen sa më të kujdesshëm në gjërat që shohin, të tregohen shumë të vëmendshëm në të gjitha produktet që shiten në mediat sociale, me qëllim që nëse duan që të mos mashtrohen dhe mos shpenzojnë lek në mënyrë të kollë, të mos i besojnë atyre ilaçeve magjike, jo po kremi që heq lythat, jo po ilaçi që shëron në këtë problem në mullëshi apo në vesh, por të verifikojnë që përmes specialistëve apo burimeve të besueshme para se të shpenzojnë lekët e tyre për të mos rënë, për të evituar, për të rënë pre e mashtrimeve. Por, mbi të gjitha dhe ke dezinformimi. Pra të mos të përdorin mendimin e tyre kritik dhe të mos besojnë gjithçka që shohin. Së pari të hetojnë sa është vërtetësia e imazhit, e videos apo e fotos dhe më të përtypin informacionin. Në shumë e rëndësishme në epokën që jetojmë sot, sepse po shitet sapunin për djathtë, njerëzit po dezinformohen, njerëzit po mashtrohen, po raportojnë gjithmonë më shumë problematika të mashtrimit në krimin kibernetik, në krimet aktuale të
të harxhimit të parave në produkte që nuk kanë asnjë lloj vlere, produkteve në pola për shembull, apo edhe në gjëra sepse sot njerëzit manipulojnë edhe vetëm për like apo për followers apo për një faqe sa më interesante. Për shembull, këto muaj të fundit dhe vijon të jetë për media sociale në TikTok, në Facebook, Instagram, tregohen makineta, robot, ku individet fusin kokën dhe dalin në qindra e sekondit në flokë të prera. Ky është një nga faktet, për shembull, këto postime shkojnë virale dhe krijohen të komentohen të pëlqejnë nga shikuesit, sepse u duket si diçka e vërtetë. Duke qenë se po jetojmë në kohën e teknologjisë digjitale, njerëzit mendojnë, pas ka përpruar shkenca, janë prodhuar robotët, i fut kokën dhe del me flokë të prera. Në fakt, jo, ajo është diçka e ende shkenca vërtet. Po ndodhi përparime shumë të shpejta të teknologjisë digjitale, por është e pamundur që të futet koka dhe të dalë me një model të prerë kaq precize, si që shfaqet në pak sekonda në këto video që shkojnë virale, njerëzit të mos i përpisin kaj shpejt, të vënë në punë inteligjencën e tyre, mendimin kritik mbi të gjitha dhe të formojnë dhe të krijojnë një edukim kritik mbi gjërat që shohin, që dëgjojnë dhe që lexojnë. Me qëllim që të krijojnë, të vendosin informacion sa më saktë në mendjen e tyre. Qofshin këto edhe për humor, sepse kjo do vlej nesër pas nesër të mendojmë për gjëra reale, konkrete apo ideologjie të cilat mund të dëmtojnë individet apo shoqërinë. Po. Rudina, të falenderoj shumë për kohën që e ke nda për ne. Shpresoj shumë që në vlera, shpresoj që kemi thënë gjëra me vlera për dëgjuesit dhe shikuesit tuaj. Një përshëndetje nga unë, nga Tirana, dhe uroj suksese në rrugtimin tuaj të edukimit medjatik. Shumë faleminderit Rudina. Shihemi ndonjëherë tjetër prap.